Oltion, po ti e ke nder presionin për të gjetur forca pune? Kjo është shumë e vërtet, është shumë e vërtet, nuk ka me punëtor. Nuk gjen dot më. Kjo është problem, është me vërtet një problem shumë i madh që po hasim. Sepse Se nuk është çështje as te pagesa, por nuk e gjen dot. Një zonë si Roshniku që prodhon edhe ruan pjesën e turizmit që ka aktivitet, le të themi, nuk është një zonë e braktisur dhe të jetë vërtet vështirë për gjetur forca pune? Është shumë vështirë. Si a dilni? Po ja, me shoqëri, me mik, me shok, punojmë bashkë me njëri tjetrin, ndihmojmë njëri tjetrin. Pse mendoni që ka ardhur kjo kriza? Për shkak të pakënaqësisë, të pagesës apo? Jo, nuk besoj, sepse kam kuptuar një gjë që po shpopullohemi shumë shpejt edhe s'më vjen mirë kjo. Dhe në çdo familje që vjem, që marrim ullirin janë 2 veta në përshpira, janë pleq, i kanë të gjithë në emigrim fëmijë. Dhe ikja të rinjve ka bërë këtë efekt. Se nuk e ka bërë as pagesa as po thjesht. Ju sa persona keni që bashkëpunoni? Diku tek 4 veta, 5 veta që punojnë këtë fabrikë. Si është rutina e tyre? Kur e nisin punën, pagesa, si variojnë? Rutina fillon me turne, në mëngjes, 8 orësh, mbarojnë turnin, nikin, edhe fillon tjetri, me turne. Mendoni që do arrijë një periudhë që... është punë shumë e rëndë. Nuk është punë me pesha. A mund të bëhet ky proces vetëm me makineri, se të gjithë po themi teknologjia, po unë jam me parimin që jo çdo gjë mund të na zvendësoj teknologjia. E kupton, na duhet forcë pune, njeriu, sepse siç mund ta... Vetëm njeriu nuk e zvendëson dot. Po. Asnjë lloj makinerie. Po... Ju jeni përballë atij presioni? Me thënë drejtën, e kemi shumë pisk për punëtor. Nuk shumë vështirë. Ka ngelur vetëm moshat e rritura. Të ri, një i ri, nuk të vjen të ri aty. Kur ju i drejtoheni me, le të themi, me thirrjen që të vinë dhe të punojnë pranë jush, si është përgjigjja e një të riu? Nuk kanë dëshirë për të punuar apo? Nuk e preferojnë këtë lloj pune. Nuk e preferojnë, duan gjëra më të thjeshta, ai preferojnë më mirë të pinë një kafe se sa të vinë të punojnë. Po pse? Ju jeni vetë një njerëz që jeni kthyer dhe po kultivoni ullinj. Mendon cili duhet të jetë shembulli ose përgjigjja që duhet t'i japim ne? Përgjigjja ime është që të rinj duhet të punojnë, se nuk është aq e lehtë jeta si duket. Se pa punë nuk shkohet nga asnjë anë. Tani të kthehemi tek puna jonë. Kur ju e kuptoni që një ulliri është bërë, është pjekur për vaj ose për të konsumuar? Ulliri që ne po vjelim tani, ky ka arritur në gjysmë pjekjen teknike, quajmë ne, kur fillon dhe bëhet larush, domethënë gjys jeshil, gjys i zi. Edhe ne me këtë lloj ulliri, po ta bëjmë, që ka shumë rëndësi ta vjelim sot dhe duhet ta çojmë në fabrikë që ta bëjmë, ne përfitojmë një vaj ekstra të virgjin. Edhe sidomos kalinjoti që ka numrin shumë të lartë të polifenoleve. Edhe nxjerr një vaj, nëse kripsi ka një numër të caktuar polifenolesh, ky ka 10 fishin më të lartë, kalinjoti. Tani mua më lindi një kurështje. Para se ti të marrësh iniciativën për të kultivuar një bimë, a duhet edhe ta kuptosh si funksionon? Domethënë ti ke marrë disa informacione konkrete që çfarë duhet të bëjmë, spërkatje, si të tjenë, domethënë apo i ke mësuar nga përvoja? Jo, këto i kam mësuar nga përvoja, me thënë drejtën, por unë doja... Se ju përmendë disa terma që ndoshta edhe ne të tjerë nuk e di. Vetëm sa më pak pesticide, edhe po pati mundësi vetëm organik, që të dali edhe nuk ja sugjeroj asnjërit mos ta bëj tokën me Roundup me këto gjëra kështu, sepse del dhe në analizat e vajit dhe nuk ikën. Po ti si ke të rezistuar këtij tundimi, sepse e kupton kur prodhon pesticide, mendoj që do më fitosh më shumë sasi dhe më shumë lek. Mendoj që është zgjedhje gabuar. Fermerët duan informuar, se nëse do ta bëj si them unë, ai 1 litër vaj mund ta shesë edhe 10.000 lekë, edhe do ta shesë goxha mirë. Po se tjetër e pagon, vinë njerëzit aty, po e duan cilësor. Nuk e duan se nuk mund ta mbash ullirin nga momenti që ne e pusim të kokrën. Po.
fillon procesi i dekompozimit, i fermentimit. Dhe ai dekompozohet. Nëse ne ta mbajmë sot, nesër pas nesër, fillon dhe fruti vetë dekompozohet. Ju do me thënë këtë që sasi që e mblodhëm ne shkon direkt në fabrik? Duhet të shkoj brenda 24 orëve, maksimumi 48 orë. Duhet të bëhet vaj. Po pse duhet patjetër? Duhet që se ne duam të përfitojmë një vaj me të gjitha vlerat ushqyese, me polifenolet, e volëm sot, duhet ta bëjmë ullimin sot, nuk duhet të ri. Po çfarë janë disa nga sfidat që ju hasni në terren, domethënë për pjesën e mbledhjes, përveç forcës punëtore? Duke qenë në përshpira ata, mbledhin 2 arka sot, 2 arka nesër, 2 arka pas nesër, edhe kalon 20 ditë, kur vjen ulliri aty, vjen shumë i dekompozuar, vjen shumë i keq. Edhe këtë mundon t'ja u shpjegoj, ore, mblodhët, bjerini, bëheni, pse i